Jasi të pastroni zorrën e trashë dhe të shpëtoni nga kapslloku vetëm me dy përbërës. Shumë njerëz vuajnë nga problemet e sistemit tretës dhe ndërmjet shqetësimet më të zakonshme janë sindroma e zorrës së irrituar, kapslloku kronik dhe dëmtimi i zorrës që rrit riskun e infeksioneve të gjakut, për shkak se toksinat dhe bakteriet e këqija kalojnë në qarkullimin e gjakut. Këto e shumë probleme të tjera që lidhen me tretjen dhe zgjidhen nëse jeni edhe në mënyrën e duhur të pastrimit të sistemit tretës. Në këtë video do të listojmë përbërësit të cilët purifikojnë zorrën e trashë dhe përmirësojnë funksionet tretëse. Lëng molle, lëng limoni, xhenxhefil dhe kripdeti. Të gjithë këta përbërës veprojnë së bashku për të pastruar zorrën e trashë dhe për të nxitur absorbimin optimal të lëndëve ushqyese. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Lëngu i mollës është i përsosur për pastrimin e zorrës së trashë dhe këto të fundit duke se janë organike dhe lëngu i tyre i shtrydhur në moment do të përfitojë 100% fibra. Lëngu i limonit detoksifikon organizmin falë vitaminës C, që nxit përmirësimin e tretjes. Xhinxheri nxit tretjen, rrit qarkullimin e gjakut, redukton inflamacionin dhe ul nivelin e kolesterolit. Për këtë recetë do ju duhen gjysmë filxhani lëng molle, 2 lugë limon të freskët, 1 lugë çaj xhenxhefil pluhur, gjysmë lugë çaj kripdeti dhe 1/3 filxhanit ujë. Ngrohni pak ujë dhe më pas shtoni të gjithë përbërësit e mësipër. I përzieni derisa të treten dhe pini 10 minuta përpara çdo vakti. Kjo do të jetë një mundësi shumë e mirë për të lehtësuar kështu shqetësimin tuaj. Mënyra më e mirë për të mbajtur zorrën e trashë të pastër është duke pirë ujë mjaftueshëm dhe një dietë të shëndetshme dhe të ekuilibruar. Është jashtëzakonisht e rëndësishme të pastrohet her pas here zorra e trashë, pasi organi përfundimtar i sistemit tretës që në përgjithësi për hidratimin e duhur të trupit riciklon acidet yndyrore dhe thith vitaminat. Nëse do ju tregojmë një recetë me uthull molle që është efektive në pastrimin e zorrës së trashë. Molla është opsioni perfekt për pastrimin e trupit nga toksinat dhe lehtësimin e simptomave të pakëndshme si kapslloku, diarrea dhe pezmantimi. Përbërësit që duhen për këtë recetë janë: 1 mollë, 1 lugë gjedhe fara chia, 2 gota me ujë, 1 lugë gjedhe fara liri dhe 1 lugë gjedhe mjaltë. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë. Futni ujin, farat e lirit, chiat për 6 orë. Lani mollën me kujdes e coptëzoni në copa të vogla. Vendosni farat e njohura, mollët, mjaltin në blender. Shtoni ujin në përzierje dhe i përzieni ato. E lini të qëndrojë për 3 orë në frigorifer. Pijeni në mëngjes me stomakun bosh për 1 herë në javë dhe do të ndiheni gjithashtu më mirë gjatë përditshmërisë së suaj dhe do të lehtësoni gjithashtu problemet tuaja të zorrës së trashë. Pastrimi i zorrës së trashë ju ndihmon për të larguar toksinat nga trupi dhe për të rikthyer atë në një gjendje optimale dhe për të përmirësuar kështu sistemin tuaj tretës. Por këtë herë do ju tregojmë edhe 2 përbërës që gjenden lehtësisht në shtëpinë tuaj, të cilët nëse përdoren si duhen, mund t'japin rezultate fantastike kundër shqetësimeve të zorrës së trashë. Ju nevojitet uthull, molle dhe mjalt i papërpunuar. Për një gotë me ujë të ngrohtë ju duhen 2 lugë uthull dhe 2 lugë mjalt. Këtë përzierje mund ta përdorni në çdo moment të ditës kur ndjeni nevojën të pastroni trupin tuaj. Nuk do të pësoni kriza të forta të zorrëve dhe do ju ndihmojë të shkoni më gjatë edhe në kohën e tualetit. Ulënduesit e Journal of Food Science kanë treguar përfitime të dobishme që vijnë nga përdorimi i uthullës së mollës. Ajo është një antioksidant, parandalon luhatit e sheqerit dhe parandalon gjithashtu probleme të ndryshme të organizmit. Në mënyrë specifike në lidhje me problemet të zorrës së trashë, ulënduesi citoi nëse një studim japonez zbuloi se uthulla e mollës redukton komplikacionet e zorrës suaj për sa kohë përdoret gjithmonë brenda normës së lejuar. A vuani rregullisht nga konstipacioni ose lëvizjet e parregullta të zorrëve? Studimet sugjerojnë që 15% të amerikanëve preken në mënyrë kronike nga kapslloku. Sëmundje të tilla tretëse çojnë në ndërtimin e mbeturinave në muret e zorrës së trashë. Zorra e trashë kryen shumë funksione thelbësore duke ndihmuar veten në eliminimin e jashtëqitjes, por gjithashtu në nxjerrjen e kriprave dhe ujit dhe mbeturinave,
përpara se të ekskretohen, ruajnë pH-in, luftojnë kundër bakterieve të dëmshme. Mos funksioni i zorrës së trashë mund të shkaktojë implikime serioze shëndetësore siç janë alergjitë e lëkurës, gurët e tëndhit, sëmundjet e zemrës e të tjera. Shumë prej tyre është zbuluar se kryejnë një pastrim të mirë të zorrës së trashë dhe lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet dhe shmangin problemet e saj në të ardhmen. Sipas Healthline në këtë video do të rëndisim mënyrat më të mira për të përmirësuar shëndetin tuaj të zorëve dhe të mos vuani nga konstipacioni. Zarzavatet pa gjethe, siç janë spinaqi, kaleja, lakrët e Brukselit dhe asparagu, zarzavate të ndryshme, siç janë edhe bizelet, janë të pasura me klorofil, i cili ndihmon në pastrimin e zorrës së trashë, si dhe rezulton në përmirësimin dhe qetësimin e saj. Ato gjithashtu ndihmojnë në detoksifikimin e mëlçisë dhe mbrojtjen e trupit nga toksinat në mjedis. Mund t'i zjeni perimet, t'i shtoni në supa ose t'i skuqni me pak salcë, me pak gjalp ose vaj ulliri. Xhenxhefili. Xhenxhefili ka veti të mira antiseptike dhe është i dobishëm për të stimuluar tretjen. Mund të shtohet në çdo lëng ose mund të hahet direkt. Shtoni një lugë çaji xhenxhefil me mjaltë, përzierni në një filxhan me ujë të ngrohtë. Kjo përzierje mund të konsumohet 2 herë në ditë. Ju gjithashtu mund të bëni një smoothie duke marrë një lugë gjedhe xhenxhefil, një mollë prerë, një filxhan spinaq dhe një karrotë prerë. I përzierni të gjitha në një blender derisa të arrini një smoothie të gatshme. Pijeni një herë në ditë për të siguruar funksionet e duhura të traktit të zorëve. Lëngjet e bëra duke përdorur uthull, mollë dhe limon mund të jenë një zgjidhje lehtësuese kundër këtyre shqetësimeve. Mollët dhe limoni janë të pasura me lëndë ushqyese që përmirësojnë veprimet tretëse siç janë vitaminat C dhe A, antioksidantët dhe fibrat. Ju mund të bëni lëngje të shijshme nga këto fruta. Merrni gjysmë filxhani lëng molle, shtoni 2 lugë lëng limoni dhe 1 lugë çaji lëng xhenxhefili. E përzieni me një gjysmë filxhani ujë të ngrohtë. Ju mund ta pini këtë përzierje një herë në ditë për të përfituar detoksifikimin e zorrës së trashë për të inkurajuar tretjen e duhur. Uthull, mollë e musht. Uthulla e mollës ndihmon në largimin e mbeturinave nga trupi ynë duke ruajtur bakteriet e dobishme. Mund të merret së bashku me mjaltin për të pastruar zorrën e trashë dhe për të rikthyer sistemin tretës. Përzieni uthull mollë të papërpunuar me mjalt në sasi të barabarta rreth 2 lugë. Përzieni një gotë me ujë dhe pini një herë në ditë. Ajo jo vetëm që do të largojë toksinat, por edhe ka përfitime të tjera siç është parandalimi i kolesterolit të keq. Ushqimet e pasura me fibër në dietën tuaj të rregullt mund të luajnë një rol lehtësues kundër problemeve të konstipacionit. Fibra është e shkëlqyer për mbajtjen e shëndetshme të zorëve dhe pastrimin e zorrës së trashë. Duke eliminuar mbeturinat jashtë nga trupi, ju mund të përfshini kokra të tilla si fasule, thjerrzat, quinoa, bollgur ose perime si bizelet, artiçok, filizat e Brukselit, të cilët janë të pasur me fibër. Mjedra, mango, fiku, arrorët gjithashtu ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit të zorrës së trashë. Kripdeti në kombinim me ujin gjithashtu mund të jenë një lehtësim i mirë në situatën tuaj. Uji luan një rol të rëndësishëm në detoksifikimin e trupit. Kur zorra e hollë është krejtësisht e dehidratuar, atëherë duhet të bëni një rol të mirë në detoksifikimin e saj trupor dhe të lehtësoni gjithashtu edhe komplikacionet e saj. Duke ndjekur gjithashtu metodën e duhur të trajtimit, ajo mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese. Kombinimi i këtyre të dyjave mund të jetë gjithashtu një mundësi e shkëlqyer. Farat chia dhe farat e lirit janë gjithashtu një lehtësues i mirë i situatave tuaja. Të dyja këto fare janë ushqime të pasura me fibra, ato gjithashtu përmbajnë acide yndyrore omega-3 që zvogëlojnë inflamacionin e zorrës së trashë dhe largojnë edhe toksinat e ndërtuara. Mund të shtoni një lugë çaji fara në ujë dhe t'i përzieni të bëni një puding ose të spërkasni mbi sallata. Hidhini ato edhe në një gotë me ujë, leni të qëndrojë për 5 deri në 10 minuta, në mënyrë që fibra të kryejë funksionin e saj optimal për të përthithur ujin. Konsumoni ushqime të shëndetshme dhe pini mjaftueshëm lëngje gjatë ditës. Është mundësia më e mirë për t'i dhënë fund problemeve të konstipacionit. Nëse gjendja juaj është kronike e përsëritur gjithashtu dhe nëse vuani nga shqetësime të forta kur prekeni nga kapslëku, adresoheni tek mjeku për një trajtim të specializuar dhe për të evituar gjithashtu gabimet në përdorimin e saj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.